الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على خير خلق الله محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم ويقول تعالى أيضا أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Të nderuar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes zakonisht me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, begati dhe gjitha mirësitë të Allahut xhaleshanu qofshin mbi ju. Falënderimet dhe lavdërimet çdo moment që i takojnë vetëm Allahut xhaleshanu wa xhalla xhelalu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu xhaleshanu i cili ka gjitha cilësitë më të bukura që mund t'i ketë dikush. Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu i cili ka edhe emrat e tij më të bukur, 99 emrat. Me ato duhet lutur dhe prej atyre duhet kërkuar ndihmë. Allahu xhaleshanu wa xhalla xhelalu, të cilin mundohemi të argumentojmë vazhdimisht ekzistencën dhe madhështinë e tij përmes argumenteve të ndryshme, përmes shfaqjes së mrekullive të ndryshme në natyrë, përmes shfaqjes së mrekullive të ndryshme në veten tonë, ashtu siç kemi sqaruar në disa ligjëratat tona të mëparshme për mrekullitë e Allahut që i ka bërë në qiell, në tokë, në male, në pyje, në natyrë, në përgjithësi, në det, në thellësitë e detrave, në vetë njeriun, në procesin e formimit të embrionit apo fëmijës në barkun e nanës, në procesin e formimit të gjallësave të ndryshme në ato vezë apo në barqet e shpenzëve dhe kafshëve të ndryshme, krejt këto na çonin, ku na çonin? Na çonin që imani jon të rritët në Allahu xhaleshanu wa xhelalu. Zaten ki do të ishte edhe do të mbetet vazhdimisht deri në kiamet i dashur vëlla musliman, se si ne të arrijm si musliman përmes argumenteve që i shohin dhe që nuk i shohin, të arrijm që të kënaqim Allahun një, por që njëkohësisht imani jon të plotësohet. Kur të plotësohet imani, kur të mbushet zemra me plot iman, kur të kënaqet zemra, kur të flejë zemra jote që Allahu është krijuesi i, kur të kënaqet zemra se Muhamedi a.s. është pejgamberi i, kur të kënaqet zemra se libri i është Kurani famëlar, Kurani Azimushan, në këtë rast janë plotësuar të gjitha kushtet dhe elementet në zemrën tënde për një lidhje të shëndosh mes asaj që quhet rob dhe Allah. Apo është bërë një lidhje zemrës tënde me Zotin. Kur të ndodh kjo lidhje e zemrave tona me Allahun, besoni që rand është të bësh gjina. Jo rand në kuptimin se sa gjina është, por do të kesh shumë problem të vendosësh ta bësh një gjina. Kur ta njohësh Zotin deri në këtë shkallë,
kur ta njohësh madhështinë e Allahut xhaleshanu, kur ta kuptojsh prezencën tënde para kujt, para të lartë madhërishmit, Ti në vazhdimisht e kemi pru shembull, nuk duhet që bezdisi me të njëjtin shembull, por që realiteti është i këtillë. Do shkojsh do bësh një takim me ndonjë kryetar, me ndonjë njeri që ka një post pak më të lartë se ti, apo është në pozitë në një funksion shtetëror apo çfarë do funksioni të jetë, beso që një 2 orë do të shkojnë të u rregullu. Më parë do shkosh ke berberi. Duhet dukesh mirë. Pastaj do I rregullosh flokët vet. Pastaj do marrësh, do I zgjedhish ato raqet edhe teshat apo atë kostumin më modern, pak më të shtrenjtë, pse? Do shkoj nesër me ministrin kam takim. Edhe thua me mburje. Po ti me krye ministrat e gjithë botës ke takim 5 herë në ditë. Para mendon me cilin takohesh. Me Allahun xhaleshanu, sa parfuma harxhon kur takohesh me Zotin, sa miska harxhon, sa tesha të mira përdor kur takohesh me Allahun në sabah, në drek, në qindi, në akşam, në yaci. Me njeriu të takohesh, me njeriu e kam fjalën për ministrin apo për ma që ka pozitë në këtë dynja. Ky njeri e di si e ka përfundimin, ky njeri me të cilin ti do takohesh. Këtë njeri nesër kur do vdesë do e han krimbat, asgjë tjetër. Ja sa I lartë ky njeri me të cilin ti do kesh takim nesër apo sot. Do e han krimbat të shkretin. Do mos do varoset edhe ai. Por që ti kur takohesh me të pavdekshmin, kur takohesh me të pafillimtin, me të pambarimtin, me mëshiruesin, me gjithdijshmin, me të urtin, por edhe me të bukurin. Allahu është I bukur, ka thënë dhe e do të bukur, e don pastërtinë, e don pamjen e mirë, që ne ashtu si na ka krijuar, po ta mbajmë atë pamje që Allahu që na ka krijuar. Ti me Allahun takohesh, e sheh me cilin takohesh. Takohesh me atë te I cili dash e pa dash një ditë do takohesh. Se sot dikush nuk do të takohet me Zotin. Do të thonë nuk falen namaz, se namazi është mënyra dy janë metodat për takim me Allahun. Për takim me Allahun është namazi, për të folë me Allahun është leximi I Kuranit. Sot a ke folë me Zotin? Çfarë do të kjo? Sot a ke lexuar Kur'an? Sot a je taku me Allahun? Çfarë do të hoxha? Sot a ke fal namaz? To janë takimet tona me Allahun xhaleshanu. E kuptova një herë e përgjithmonë madhështinë e Zotit me të cilin ti takohesh 5 herë në ditë, apo dikush që nuk takohet hiç. E dini çfarë është puna? Me ministrin s'u takohet secili. Normal. Me mbretin s'u takohet secili. Me kryeministrin a mund takohet secili? Po s'u takohet secili, ai me pranu çdo njëri 2 milion banor Maqedonia, ai duhet të vetëm takohet. Allahu xhaleshanu intereson, nuk kalon orar takimesh hiç. Nuk kalon. Ud'uni astajib lakum. Shikoni sa intereson. Ud'uni orari I takimeve me Allahun këto është. Orar pa orar. Ud'uni astajib lakum. Edhe orar nuk është si puna ambasadave, ose si puna e komunave, edhe kryetarëve edhe ministrave. Do shkojsh me shumë rezervë, edhe para se të shkojsh ke ministri, ke qu 35 veta ma para, si do vijun amon të pranoj të sosin qatë punë, të marrë qatë tender, shemu, fjalla beje. Kjo Allah nuk duhet të qojsh në dërmjetës, as hoxën, as pejgamberin, as gjohiq. Njofshët nuk duhet të qojsh ke Zotin, takim nuk duhet të bëjsh me Zotin, s'duhet të bëjsh takim. Edhe fjalët nuk do t'i zgjedhish me Zot ejna. Nuk e diva, a do folim me Zot, mu miret goja para ti, para Zotit. Allah nuk mërzitet hiç. Hiç nuk mërzitet. Prej 5 reshtave, vallaj, bilaj, në qoftë se I goditën 2 fjalë, Allah t'ka kuptu. O hoxhë punën e 2 llafet me soni lidi, abe hiç mos lid as 1 llaf, ai t'ka kuptu krejt. Kjo është Allah dhe shanu. 2 llafe në qoftë se nuk din t'i lidish, por I drejtohesh, amon e din ku I drejtohesh. I drejtohem Allahut për hallin që kam, për smundjen që kam, për gjallin që kam marrë udhë të këqija, për vajzën që s'ndëgjon, për familjen që nuk falin namaz, për punën time që nuk shkon mirë kështu me radhë. Vetëm çuj dorët edhe rri. Nëse don, rri edhe si nem, si shurt me mec, si duhesh rri, vetëm të jesh shumë I bindur, shumë I vetëdijshëm se këto duar kujt ja ke drejtuar. Edhe këtë logjik, këtë mende te kush e ke drejtuar. Nëse me këtë je I vetëdijshëm, ta dish që lutja jote u pranua, hiç s'ka problem. Nuk ka problem. Drejtshkrimi nuk e merr parasysh Zoti, hiç nuk ka problem.
Fjalët nuk i merr parasysh Allahu xhaleshanu, e tha mirë, a nuk e tha mirë. Kanë fjalën jashtë namazit, se brenda namazit duhet i goditi fjalën. Si din ti goditin kur shërtona me njerëzit, duhet më mirë ti goditim namaz kur jemi, ti qëllojmë fjalë, ajo është namaz e diçka tjetër. E kanë fjalën për lutje për t'ju drejtuar Allahu xhaleshanu wa xhelalu. Tham që ke mbreti su shkuaj si kush. E njëjta gjë është edhe ke Allahu xhaleshanu wa xhelalu. Të dini vëllezër, asnjëherë mos e harrojmë se ata që nuk falen, ata që nuk i luten Allahu xhaleshanu wa xhelalu, ata ose janë të dënuar, ose janë të sprovuar, ose shejtani u ka hipur mbi shpatulla dhe u ka kap veshët e u çon ka donaj kokën, ose pa nuk e kanë atë rrezik që ti e ke këtë rrezik. Shiko, nuk mund të takohet se cili me mbretin, edhe me Allah nuk e ka çdo kush i rrezik të ta vënë balli steshve. Ne mos i nona me këto ateistët që sulmojnë islamin. Para disa ditëve janë ngrit disa drogirasha në Kosovë, edhe djegën flamurin e islamit, pavarësisht se atë flamur e mban ajo ushtria famkeqe që vetë kanë krijuar shkijet, e mban atë flamurin Allah Muhammed Resul, pavarësisht ato çfarë bojnë atje neve nuk na intereson. Qafën e ta thënë si duan, se vetë kanë krijuar, por neve na dhem ajo që digjet edhe shkilet fjala Allah Muhammed Resul. Kanë pi alkohol, janë drogir, edhe kanë dalë mjedis Prishtinës gjegin flamurin islam. Çfarë na bën neve si musliman kjo? A na bën i doni dam? Vallahi asnjë dam nuk na ka bërë hiç. Kjo i ka bërë krejt Prishtinën dhe Kosovën, ti çujen kam edhe të intereson. Ti çfarë është me kjo Allah? Do fillojnë të interesohen për Allahun. Çfarë është me kjo Muhammed? Do fillojnë të interesohen për Muhammedin. Çfarë është me kjo Resul? Do fillojnë të interesohen për pejgamberllëkun e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wasalam. Vetëm këtë mirë mund të na bëjë, alhamdulillah. Mund islamit vetëm mirë, ato kur fillojnë të interesohen për islamin, atëherë më në fund një pjesë e tyre inshallah Zoti t'i udhëzoje, po edhe këtë të rinj që i ka rrit dikush, edhe këto inshallah Zoti i udhëzon. Se islami nuk është islamin që ne e predikojmë, islamin ne që e komentojmë, nuk është islami i CNN-it, Euronewsit, Fox Newsit, Sky Newsit, edhe BBC-s. Islami jonë është fe e paqes, islami i Kur'anit, islami i pejgamberit alayhis salam që predikoj Ebu Bekri me urtësi, që predikoj Omeri me drejtësi, që predikoj Othmani me turpin dhe mbarën dhe ndërgjegje dhe me moralin më të lartë, edhe që predikoj Aliu me diturinë e madhe që kishte, radiallahu anhu wa ta'ala alayhim ecma'in. Kjo është islami. Islam që thot, o haxhi i nderuar, kur do të shkosh në haxhillëk, edhe një mis nuk guzon ta vrasësh nëse je me ihram. Nëse je me ihram, një mis nuk guzon. Kjo është islami jon. Edhe misës i ka dhënë të drejtë paqe. Islami jon nuk ka lidhje me terrorizmin, vetëm që i mveshet. Islami jon nuk ka lidhje me dhunën, vetëm që i mveshet. Normal, ato i kanë medje. Ato i kanë medjet. Një musliman, një pull me therë, këtë kamerat e të terroristë, e zhej qëfar i bankullës. Ato me miliona vrasën prej Dimitreqës, a gjo, normal se kamerat e atyre janë. Normal, me miliona vrasën. Islami jonë është fe e paqes i dashur vëlla. Ti ishte islam me dhunë, vallahi billahi sot në botë do të kishe 500 musliman, hiç më tepër. Ti ishte islami i dhunës, por pse është islami i paqes, pse është islami i dashurisë, pse është islami i nxitës për fe, shkencë edhe studim, prandaj ky islam sot sulmohet. Prandaj sepse këtë islam për ditë më shumë e pranojnë islamin, elhamdulillah. Islam që çon ke Zoti, islam që çon te dashuria ndaj Allahut, ai që ka dashurinë ndaj Allahut, a mund vrasë njëri të pafajshëm? Ai që ka dashurinë ndaj pejgamberit alayhis salam, i cili tha, kush ja ka trazuar folen këtij bilbili? U çufa ja Resulullah, ne e trazuam folen e bilbilit me ato zogjt e vegjël. Kush e ka trazuar? E ndaloi të gjithë ushtrinë, tha, me njëherë folen ta çoni në vend ke vendi vet. Të drejtat e kafshëve dhe shpenzëve, të drejtat e njerëzve. Kjo është drejtësia absolute pejgamberike që frymëzohet nga mbikatin e 7 të qiellit nga Allahu xhaleshanu xhelalu. Ky është Islami jonë. Ani se qirët flasin për Islamin keq, po vazhdimisht për cilën flitet keq, për më të mirin flitet keq, të dish. Hiç mos u mërzit. Për më të mirin, e më të mirë se Islami në botë nuk ka, alhamdulillah.
Këtë e vërtetojnë ato. Jo që ne kemi për obligim, ndoshta ta themi ne thojse. Jo vallaj, nuk e them pse kemi obligim, por e them me fakte dhe me miliona fakte që të tjerët na lavdërojnë Islamin, elhamdulillah. Se me që jemi për arabët, për muslimanë në përgjithësi, lirish mund të shajnë Islamin. Por që, elhamdulillah, studiojnë Kur'anin ato studiojnë Kur'anin. Ato kur e studiojnë Kur'anin, më në fund, ose të pranojnë Islamin, ose të shkruajnë një libër dhe hakat që të kundërshtojnë Islamin, mbas atij libri, do shkruajnë një libër tjetër që do e kundërshtojnë librin e vet. Edhe do thotë Islami është fe e vërtetë. Islami është fe e vërtetë. Elhamdulillah. E vetmja fe e pranuar te Allahu xhaleshanu është feja islame, që ti Zotit. Këtë ka garatu Allahu xhaleshanu wa jalla jalaluhu. Neve çfarë na çon Islami? Ku na çon kjo fe? Çfarë na kërkon neve kjo fe, dashur musliman? Ani se na luftojnë Islamin, ani se i luftojnë muslimanët, s'ka problem. Ne si musliman çfarë duhet të bëjmë? Ne si musliman paktin, marrëveshjen e bërë me Allahun, që e kemi prishur marrëveshjen, duhet të rifillojmë apo duhet të rigjenerojmë marrëveshjen të cilën e kemi prishur me Allahun xhaleshanu wa jalla. Prishja e marrëveshjes me Zotin është prishur te muslimanët prej vitit 1927 kur u shkatrua definitivisht kalifati Osmani, kalifati I fundit mbi faqen e dheut. Prej atëherë është prishur marrëveshja e muslimanëve me Allahun xhaleshanu. Flasi musliman si në globalitet, jo musliman si në individ. Ka individ të mirë, elhamdulillah, prandaj edhe s'fot kiameti, se ka njerëz të mirë plot shiki Zotit. Mirë po, si ummet ne duhet ta rigjenerojmë, ta ripërtrijmë kontratën me Zotin, me Allahun xhaleshanu. Dikush do thotë, "O hoç, vallaj po m'vembe mbaret marabdesti I kthehem Zotit. Tej se din po ai e din besa gjina e kumbo. Ave hiç mbare mos të vije. Allahu nuk ka natyr. Asnjëherë mos haroj në butësinë Allahu xhaleshanu, kur themi butësi, ave don Allahu nuk merr hiç pyetje. Thot 70.000 njerëz Allahu nuk do t'i pyet hiç. Krejt do I shtihen në xhenet pa pyet, pa I marrë llogari. E sheh? 70.000 njerëz. Në një transmetim tjetër thuhet, ato 70.000, secili prej atyre 70.000-ve mund të marrë në xhenet nga 70.000 tjerë e kështu me radhë. Atëherë vjen që gjithë muslimanë do hyjnë në xhenet, inshallah, gjithë muslimanë në xhenet do hyjnë inshallah. Ne këtë kemi shpresë. Aman Allahu don që 70.000 njerëz të hyjnë në xhenet hiç pa dhënë llogari. Ajo Zot I shtin xhenet I shtin. Ajo është Allahu, ai nuk jep. Kjo është interesant. Ai nuk jep llogari askujt hiç. Ne dhe fëmijë zvogël shpejt do t'i japim llogari. O babi, kur ishe, ti duhet 5 minuta ti shpjegosh atë kur ishe. Allahu si jep llogari askujt, as melekëve, as pejgamberëve, as njerëzve, as xhinëve, as shejtanave, askujt si jep llogari Allahu xhaleshanu xhenet. Atëherë ne duhet të rrim mes frikës edhe shpresës, mes asaj që mund t'jesh I vetmi në xhenem, edhe mes asaj që mund t'jesh I pari mbas pejgamberit dhe Ebubekrit që do hish në xhenet inshallah taala. Kështu do të rrim vazhdimisht. Asnjëherë mos e lë namazin, Mirë, nëse nuk je I sigurt që ki namaz mund të shpëtoj. Namazi jem ka nuk somllaçe. Nuk I di veç çdo dove dhe salati I vitrit si këndohen. Allahumma inna Allahumma iyyaka tranta pak janë. Ave nuk e di e tehiyati mirë, ave elhamin duke se e gaboj. Atë çfarë? Fal nafile fali sunetet si duhet. I jep sadakaja sa të mundish, inshallah, këto punë tjera, këto gabime dhe nuk somllaçe tuaja, inshallah do I përmirësojnë. Allahu xhaleshanu ka dhënë mundësia të jashtëzakonshme, vetëm të bindet. Allahu e din, por ti ta bindish me punët tuaja që ti e don Allahu xhaleshanu. Kjo është lufta më e madhe në këtë dunjë. Ta duam edhe ta sjellim punën që Allahu të na dojë neve. Erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu vesselam. I tha ja Resulullah, kur do bëj qameti? O pyetje e rëndë është. Këtë pyetje vazhdimisht u parashtrohet ndoshta edhe hoxhallarëve, edhe dietarëve, edhe astronomëve të ndryshëm, kur do bëhet qameti? Është pyetje e rëndë. Yeseluneka anis-sa. Allahu e ka përgatit Muhamedit në Islam, I ka thënë, Kur'an është ajet kuranor. O Muhammed, do të pyesin për kiametin. Allahu e ka përgatit pejgamberin në Islam. O Muhammed, yeseluneka anir-ruh. O Muhammed, do të pyesin për shpirtin. Jam di çështje vërtet problematike. Kiameti. Edhe shpirti hala
nuk ka qendër kërkimore dhe shkencore në botë që mund të japë ndonjë konstatim të saktë se çfarë është shpirti, kur i shpirti, a është i langët, a është i ngurët, a është ke gjaku, a është mes limfës, a është e rruzat e bardha, a është e rruzat e kuqe, a është sistemi nervor, a është sistemi muskulor, a është skeleti, këtë askush se di. Askush deri sot nuk e di. Pse? Ajo shpirti. Këtë ma mirë e dim. Ajo shpirti. Ne diçka dim për shpirti. Çfarë dim? E dim që kur del shpirti njeri u bëhet gjenaze. Këtë e dim. Nuk u zbulimi jonë, i shohin për ditë i shohin. Këtë e din edhe fëmija. Vetëm këtë e dim ne si musliman. Edhe si botë në përgjithësi këtë e dim. Po e njëjta gjë ndodhen i dashur Allah musliman edhe me kiametin. Çfarë ndodhen? Yes'elunaka anisa. O Muhammed, do të pyesin ti për kiametin. Edhe vërtet pyetën. Ma para që kam pyetur për kiametin, e dini kush janë? Jahudit janë. Jahudit i kanë nxitur musliman ignorant, në atë kohë, musliman që nuk kanë pas shumë lidhje me dijen islame, u kanë thonë muslimanëve, u kanë dhënë një 5 dinara apo dirhem, shkoni pyetni atë pejgamberin tuaj, pyetja kur do bëhet kiameti. Edhe kam pyet vazhdimisht. Mirë po, një ditë prej ditëve vjen një njeri sinqert, jo i nxitur prej jahudive. Njeri besimtar, një sahabi, një shok i mirë i pejgamberit alayhis salam, e do t'ja Resulullah, meta saa, o Muhammed, kur do bëhet kiameti? Pejgamberi alayhis salam ka pas shumë kulturë në përgjigjen e tij. Këtë do ta marrin më së tepër me këtë kulturë mësuesit edhe mjekët. Kur i pyetin pacientët çfarë ka, për çfarë ankohet, jo me të keq, kur i pyesin nxënësit diçka mësuesin, jo ti thot ulu be gomar, stakfirullah. Ai këtë fjalë derisa të vdesë nuk ka harruar. Muhamedi alayhis salam, shiko, pyetja është shumë, pyetje këtë kot. Po ku e din pejgamberi kur do bëhet kiameti? Për ta ditë kur do bëhet kiameti, duhet ta dish, duhet ta kesh krijuar këtë univers për ta ditë se kur do bëhet. Pejgamberi nuk e ka krijuar botën. Muhamedi sa mos ti dërguar i Allahut, që komunikon shpalljen e Zotit që i vin prej lart, që i ka ardhur. Pyetja është për ta çortuar pak këtë person. Mirë po, pejgamberi alayhis salam ka pas shumë edep, shumë edukat në përgjigjen e tij. I thot, o vllai i dashur, a ke përgatit diçka për kiametin që pyet? Ama me buzëqeshje i thot. A ke përgatit diçka për kiametin që pyet? A i pyeti kur do bëhet kiameti? Ti thot, çfarë ke përgatit për kiametin ti? A më tregon? I thët, ja Resulullah, vallahi, shumë pak gjana kam përgatit për kiamet. Shumë pak namaz, shumë pak. Ama ka qenë shumë sahabi sinqert, i kulluar, pa asnjë sherriç, pa asnjë paragjikim dhe pa asnjë prapaviç. E ka pyet shumë në jetën më të pastër. Ja Resulullah, kur do bëhet kiameti? Më e pyet mos e di, ka mendosur se ke i din krejt gjanat. Pejgamberi sa i thët, çfarë ke përgatit? Ai thët, ja Resulullah, besoj që shumë pak namaz kam bën për kiametin, për botën tjetër. Shumë pak agjërim. Agjërim e ka bën vazhdimisht çdo muaj, çdo vit ka një muaj. Ama nafilin s'ka bën, për nafilin e ka pas fjalën. Shumë pak haxhillok, shumë pak zeqat. Mirë po, shikoni sahabiu çfarë i thot. Shoku i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Çfarë i thot? Mirë po ja Resulullah. Unë e dua shumë Allahun dhe pejgamberin e tij e dua shumë. Nuk kam shumë namaz, e di vetëm, se çdo njëri prej nesh e di veten e tij. Nuk mund ta definoj askush veten tënde, përveç teje. Mirë po thot, kjo fjalë është shumë e rëndë. E dua shumë Allahun dhe pejgamberin e tij. Edhe për ato vdes, e jap shpirtin. Për ato jetoj. Edhe për ato do bëhem kurban nëse ka nevojë. Çfarë i thot pejgamberi alayhis salatu wassalam? O vllai i nderuar, ti do jesh me ato që i don. Kjo është përgjigja. Ti do jesh në xhenet me ato që i don. Nëse e don mallin më shumë në këtë dynjë, vallahi me mallin do jesh botën tjetër. A mos i do jesh malli pa zeqat, botën tjetër do të shndrohet në gjarpën, ta lidhje fitin ton bashkë me gjarpin drejt xhenet. Nëse e don pasurinë tënde, nëse i don fëmijët tuaj, nëse ke lënë farzet e Allahut, i ke lënë farzet për gjalin, për vajzën, për mallin, për botën, pa lidhje në këtë dynjë, për ahengjet dhe epshit të ndryshme, ta dish që kjo është
rregull e përgjithshme është, rregull e përgjithshme. Ti do jesh, nuk ka fjalë për ta haruar. Ti do jesh me atë që e don. Me atë që e don. Me thonë, sa përqind je në ditë me Allahun? Ti e di, unë se di. Çdo njeri e di për veten e di. Sa përqind në ditë, në gjatë ditës je me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Sa herë i çon salavat pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjatë ditës, jo vetëm sot që është më shumë se vallë, xhumanat është më shumë se vallë, por gjatë javës, sa herë i çon, ti i çon salavat pejgamberit aq sa e do. Ti thua la ilaha illa Allah, aq sa e don Allahun. Ti thua Muhammedun Rasulullah, aq sa e don Allahun dhe shanu më xhelalu. Sa herë e don, sa herë i çon, aq më tepër dëshmon që e don, edhe aq do të jesh me Allahun dhe pejgamberin e tij në ditën e Kiametit. Nëse një herë në ditë në ditë thua la ilaha illallah, apo falem vetëm një namaz, nuk e di vallahi, Zoti e di si do ndodhi, si do jetë puna në ditën e Kiametit. Ama kjo tregon çfarë? Mungesë jashtëzakonisht të madhe të dashurisë dhe lidhjes tonë mes teje dhe Allahu xhaleshanu wa xhelalu. Prandaj Allahu në Kur'an na shpreh shumë mirë kështu. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Ajeti 165 surat Al-Baqara. Wa minan nasi men yettakhidhu min dunillahi andada. Ka prej njerëzve në këtë dynjë, ka prej njerëzve. Kjo flet për banorët Kurejshit, kur ishin ata ende kur ishin mushrik, por hala sot e kësaj dite ka njerëz të tillë, nuk janë mushrik në kuptimin e adhurimit të putnave të idhujve, por do ta shohësh çfarë mushrikësh janë. Wa minan nasi men yettakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ka prej atyre njerëzve që putnat e tyre, e dini çfarë janë putna? Idhuj. Çfarë janë idhuj? Statuja. Ato që i kanë ndërtuar më para prej guri, prej druri, prej banter, prej hallve, prej mjati, ku e di unë. Edhe u kanë bën ibadet atyre. Ka prej njerëzve që këto putna më shumë i duan se sa i duan sikur ju besimtarët që e doni Allahun, këto i duan putnat më shumë. Shikoni. Ka sot prej njerëzve, nuk them që janë mushrikë, astagfirullah. Fjala më e rëndë është mushrik. Fjala më e rëndë është politeist, ato që besojnë në shumë zota. Mirë po ka prej njerëzve të cilët materializmi, dashuria ndaj pares, dashuria ndaj mallit, aq tepër ja ka qoru syt sa që beson që ajo Zoti vetëm për ato, astagfirullah. Asnjëherë zeqat, asnjëherë namaz, asnjëherë agjërim, krejt punët i bën vetëm të arrijë ke parja, nuk shem mjet dhe metodë vetëm si të arrijë ke dinari dhe dirhemi apo ke euro dhe dollari, ky njeri është çfarë? Është mushrik modern. Në kuptimin, jo që ka thonë që ka shumë zota, por që në qofë se parja zema shumë vend në zemrën tënde, qofë se malli e ka zonë kitë zemrën tënde, edhe ku të hije dashuria Allahut në zemrën, s'ka vend. Dashuria Allahut është vetëm zemrët e muslimave, e njerëzve e kanë fjallë, edhe në mendimin dhe në praktikën e njerëzve. Në qofë se në zonë vendi me dashurin ndaj dinjës, dije se e ke larguar dashurinë Allahut nga zemra jote, i dashur Allahu musliman. Me njëherë urgjentisht një operacion kardiovaskular, shpejt e shpejt, bëni një operacion zemrë, operacion shpirtëror, hiqi epshet tuaja nga zemra jote, fute dashurinë tënde, sepse do shkosh ke ma zëngini në dinjon dhe në ahiret. Te më i pasuri, kush është? Allahu xhaleshanu wa xhelaluhu. Ti vrapon mbas riskut, e le namazin, ti vrapon mbas dinarit, e le zeqatin, ti vrapon mbas agjërimit, e le vrapon mbas parës dhe dinjos, e le agjërimin, vrapon mbas dinarit edhe krejt mallave të kësaj dinjaje, i le ibadetet e Allahut. Mbas asaj të cilës ti vrapon. Çfarë është ajo mall quhet? Atë mallin e dikush e ka në dorë. Allahu është ai që ti nuk ja bën e parzet e tija. A mund të marrësh riskun Allahut me zor prej dore? Asnjëherë. E po ti Allahu ti nuk ja falë namazin. Ai kërkon risk, ai përsërit e jep. Shiko? Përsërit e jep. Vetëm me kushtët, të më kthehet robi im, të më kthehet e unë, ud'uni astajib lakum, ud'uni. Allahu çfarë do prej besimtarëve? I dashur vëlla musliman, asgjë nuk do tjetër, vetëm ne të lidhemi edhe të dëshmojmë dashurinë tonë dhe Allahu xhaleshanu wa xhelal. E dini që njerëzit në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në kohën e pejgamberit kanë vdekë dhe janë vrarë vetëm të vërtetoj që e don Allahu xhaleshanu wa xhelal.
Prej nesh për momentin nuk kërkohet që të vdesim të vritemi. Prej nesh kërkohet që me veprat tona, me namaz, me zeqat, me sadakaja, me ndihma të ndryshme, të vërtetojmë që ne duam Allahun xhaleshanu dhe ai na bën neve dashur famës. Në luftën e Hajberit, është një luftë e cila ndodhi kur pejgamberi alayhis salam ishte në Medinë. Jahudit e Hajberit ishte një vend, kishin 8 kalaja, fortesa të fortifikuara fort. Jahudit bonin aleanca të ndryshme, sidomos me fisin Gatafan, donin ta sulmonin Medinën. Pejgamberi alayhis salam e kam përmendur edhe një herë, asnjëherë nuk ka prit që një ushtri t'i vijë deri në Medinë. Kur e ka marrë vesh që don një ushtri ta sulmoj Medinën, ka përgatitur ushtrinë dhe ka dalë, ka prit diku larg me 100 kilometra. Jahudit e Hajberit donin ta sulmonin Medinën. Pejgamberi alayhis salam u përgatit me ushtrinë e tij mirë, doli prej Medinës, e bllokoi fisin Gatafan që mos vijë të ndihmoj Hajberit, e rrethoi Hajberin mirë, edhe një natë përpara u desh të caktoi një komandant. Kjo është ajo që neve na intereson. Jo lufta e Hajberit. E fitua luftën muslimanët në Hajber. Mirë, po para se të filloj lufta, shiko çfarë ndodhi. Atë natë pejgamberi alayhis salatu wassalam i tuboi krejt sahabët, krejt shokët e tij. Nuk i mori me zor në luftë, ta kush don të vijë në luftë për Allah. U qua shumica, mbi 98%. Atë natë i tuboi shokët e vet. Edhe ju tha, nesër, para se të sulmohet Hajberi, flamurin do ja jap atij, shikoni, kjo është që duhet të marrë mend. Flamurin do ja jap atij që Allahu e don, edhe ai e don Allahun. Edhe hesër komentohet në muhabet. Krejt sahabët mbetën të shtangur. Nesër, edhe nuk ju tha gjama, tha, selamu aleikum, shkoni pushani. Ka që ju tha? Nesër flamurin do ja jap atij që Allahu e don ata, edhe ai e don Allahun. Shikoni për çfarë kanë luftuar sahabët, jo të vrasin njerëz. Kanë luftuar, kanë jetuar, kanë shpërndar pasurinë e tyre, familjet e tyre kanë sakrifikuar, vetëm të vërtetojnë një diçka. Të vërtetojnë që Allahu i don dhe ato e don Allahu. Kjo problemi jon kryesor në këtë dynjë. Thot Omeri radiallahu anhu, ishte dhe Omeri prezent. Thot vallahi billahi, asnjëherë nuk e kam dashur Bajraktarllëkun, asnjëherë. Se kam pas qejf flamurin, asnjëherë. Atë natë më hinin zemër unë të jem ai, komandant. Jo si komandant, por ta vërtetoj që Allahu më do dhe unë e du Allahu xhaleshanu. Se pejgamberi ju tha natën, çfarë ju tha? Flamurin do ja jap atij që Allahu e don, edhe ai e don Allahu. A besoni historia shkruan kështu? A pejgamberi çfarë ju tha? Natën e mirë, ka që tha unë. Nuk ju tha asnjë muhabet tjetër. I la shumë keq i la. Barëm të faktën thonë të gjajap një personi që i ka musteshët edhe mjekrën e madhe. Edhe do i shikshin ato, kush i ka mjekrën pak më të madhe. Nuk tha. Gjajap personi që vrapon ma shumë dhe ka devet më të fortë dhe kalin më të fortë. Edhe kështu si ju tha, shumë keq i la. Cila? Gjajap flamuri, këtu ishte luftë e sahabeve. Ati që Allahu e don shumë, edhe ai e don Allahu shumë. Allah. Thot sahabët, historia kështu i përshkruan. Atë natë, edhe pse kishin të shkojnë në luftë nesërme, edhe ato ishin një aleancë e fortë jahudit bashkë me tjerët. Asë një sahabi nuk vuri gjumë në si deri sabah vallahi. Me ëndrrën edhe lutjen, a thua unë do t'jem ai që dhe marrë flamurin. Jo ta marrë flamurin kështu, ta vërtetoj që Allahu e don dhe ki e don Allahu. Kjo ishte çështja poenta. Asnjëri nuk fjeti, nuk i bën ato analiza si i bëjnë këto ushtrit uzurpatore dhe ushtrit kriminele. Do hinë në përfshatra, do vrasin, do përdhunojnë, do e bëjmë kështu, do marrëm altanin. Jo, këtë as që e përmendën armikun atë natë hiq, vetëm jetuan me ëndrrën gjithë natën, deri mëngjes, deri namazin e sabahut të pejgamberi ka pa që asnjëri nuk kishte hiq. S'kishin bërë gjumë. A thua, se cili kish qit, ai të jetë që Allahu e don edhe ki e don Allahu. Erdhi pejgamberi alayhis salam, e falë namazin e sabahut, mbas namazit sabahut e radhiti ushtrinë e tij, edhe ju tha, o njerëz, o vëllezërit e mi,
Ku është Aliu radiallahu anhu? Ai duhet. A bash Aliu nuk ishte prezent. Kiti ishin prezent, ai nuk ishte prezent. Ishte i smur prej sinjve. Kishte problem me sinjt shumë. Në ato ditë. E thirrën Aliun I smur. I tha, ja Resulullah, u munduan ato disa ta bini. Aliu I smur, le Aliu shifet të një prej nesh. Ja. Kjo nuk është shifet të një prej nesh. Kjo prej Zotit. I tha, o Ali, ti do e kesh lamuri sot. Ti do e kesh lamuri sot. Ja Resulullah, kam problem me sinjtët. Në histori të regohen dy variante. Një variant të regohet këtë shtu, I afriu pak sinjt, të sinjt e friu edhe sinjt ju shëndoshën, varianti ditët pak me pështimën e ti të bekuar e preku ke sinjt edhe ju shëruar. Ali tha, imdi ala bereketillah, shko dhe mos u kthe prapa me bereqetin Allahu xheleshanu o xhelexhelalu. Nisi Aliu të shkoj, me ushtrinë e ti. I tha, o Ali, Aliu nuk e ktheu shpinën. Pse? A I tha pejgamberi, mos e ktheu shpinën prapa, nisu. Unë dan edhe dëgjon të pejgamberi alayhis salam. I tha, ja Ali, o Ali, të udhëzosh një njeri prej tyre, do me thonë, ata në hajber, ma para thiri në Islam, lufta në Islam është me urrirë prej gjitha gjërave. Vetë pejgamberi alayhis salam ka thonë, me urrirë për mu është lufta, aman që Zoti ma ka bëu parë, kur është nevojë, normal, duhet të shkohet. O Ali tha, të udhëzosh në një person prej atyre, është më mirë se sa devet e kuqit. Devet e kuqit kanë qenë shumë shtrejta atëherë. Si tash Mercedeset më të mirë edhe fabrikat. Aliu shkoj dhe nuk u kthie prapa. Shkoj e organizoi ushtrin shumë bukur, edhe I morën të 8 kalajat, e çliruan hajberin. Mirë, po pejgamberi alayhis salam nuk ju hakmon asnjërit hiç. Edhe pse u bra 93 jahudi, edhe 14 muslimana ranë dëshmor. Mbas kësaj, jahudit përsëri, ato janë qëllim këqij deri në ditën e Kiametit. I organizuan pejgamberit një drek, në shenjë respekti që nuk u hakmore ma keq, edhe ja helmuan atë kingjin që ja kishin bëhat mishin e kingjit, e qengjit. Ja helmuan. Me helmin më të keq në dinja që ekzistante. Ja helmuan granë, ushim. I vjen Gjibrili alayhis salam, ja Resulullah, mos ha për ati se është I helmuar. I tregoj, mos ha, nuk hangri. Vetëm njëri prej sahabeve hangri, vetëm një kaqit, vetëm një kafshat. Edhe ai më vonë nuk shkojt 2 orë diç. Pejgamberi sa nuk hangri. Tha, ma gjeni personin që ka helmuar, e gjetën ishte një grua qifute. E re. E kishin organizuar qifutët ta mbysin pejgamberin sa. Shiko, ki I fali, të gjithë I fali. Me gjithë këqia që më kish ba, u a këshim ba muslimame, I fali. Ato që u vranë, luft u vranë. Por të tjerët krejt u a fali, ta s'ka problem. Jeni të tjerët. Premej. Ato ja helmuan mishin. Erdhja jo gruaja që e kishte helmuar mishin, I tha Muhammed alayhis salam, a ti e bëre, tha po unë e bëra, o Muhammed. Pejgamberi alayhis salam e dini çfarë bëri? Tu tërgojmë krejt botës. Tu tërgojmë krejt atyre që kanë inat Islami dhe muslimanat. Pejgamberi ishte pejgamberi paqes dhe rahmetçi. Mëshirues edhe ai kishte mëshirën më të madhe të njerëzve. Ashtu Allahu e kishte urdhëruar. E dini çfarë I bëri asaj gruas? Çfarë I tha? Je e falur edhe ti, ka fal. Ja falë. Ajo gruaja me njëherë tha, la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, ti që ke pejgamberi vërtet. M'ka rrejtja u ditë mu. Asa aja kanë bëhë kushët I si hanë mish njerësh. Ti e pejgamberi vërtet. E pranoj Islamin. E dini pse e pranoj? Për ti shkaqe. Nga butësia e pejgamberit, shumë I but, abit, ato ka mendu kushët I si çfarë është ki? Nga butësia e pejgamberit një, edhe nga mrekullia, ku e diktoi që mishi ishte I helmuar. E pranoj Islamin. Kështu e pranojnë Islamin të mençurit sot I dashur vëlla musliman. Allahu na I forcoj imanin tonë, zemrën tonë, këmbët tonë inshallah, niyetet tonë, e ruaj rinin tonë inshallah taala. Nga shkëlqyet e shejtanit dhe njerëzve, I ruaj të gjithë ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ata që kanë humbur rrugën e tij, Allahu I udhëzoj, të sëmurit I mëshiroj, të vdekurit inshallah, Allahu I bëj rahmet, me ne qoftë razi në këtë dunjë dhe në botën tjetër xhennetul firdaus walillahi al-fatiha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.